Nderuar zoti prefekti i qarkut Kukës, i nderuar zoti drejtori i shërbimit informativ Kukës, i nderuar zoti drejtori i shërbimit për çështjet e kontrollit të brendshëm dhe ankesat, të nderuar drejtues të policisë Kukës, kufirit dhe migracionit, të nderuar kolegë. Sot jemi mbledhur për të zhvilluar analizën vjetore të vitit 2021 për rezultatet e arritura në drejtorinë vendore, njëkohësisht dhe në drejtorinë për kufirin dhe migracionin Kukës. Më vjen mirë që dëgjoj fjalë të mira dhe vlerësime për shërbimet policore për punën e bërë gjatë vitit 2021. Në fakt, unë kam vendosur që në çdo analizë të drejtorive vendore të shkoj vetë bashkë me disa nga drejtuesit më të lartë policisë për të ndjekur nga afër për të parë rezultatet e arritura, po kështu prioritetet gjatë vitit 2022 dhe çfarë duhet përmirësuar në vim. Ajo që është më e rëndësishme është një mesazh që unë dua të përcjell lidhur me punën në vazhdim të strukturave të policisë, po kështu për t'i garantuar dhe për t'i dhënë një mesazh në komunitetet e publikut që forcat e policisë do të jenë të angazhuara dhe do të synojnë rritjen e bashkëpunimit dhe krijimin e një ambienti sa më të sigurt në secilin prej qarqeve aktualisht që po flasim në qarkun Kukës. Në fakt, qarku Kukës është një qark kufitar që jep disa specifika në raport me disa qarqe tjera në drejtim të kontrabandimit të personave dhe migrantëve të paligjshëm, në drejtim të kontrabandimit apo trafikimit të lëndëve narkotike apo krimeve të tjera ndërkufitare, e cila kërkon një vëmendje të veçantë nga të gjitha shërbimet e policisë, po kështu dhe nga shërbimet apo institucionet e tjera ligjzbatuese dhe të inteligjencës që veprojnë në këtë qark. Do të kërkoja dhe ajo që synojmë të arrijmë në një nivel më të lartë të rezultateve është dominimi nga policia e shtetit e të gjithë situatës kriminalitetit në qarkun Kukës, parandalimi dhe lufta pa kompromis e kultivimit të lëndëve bimëve narkotike, tregtimit dhe më pas trafikimit tyre. Ky është një mesazh shumë i qartë dhe është një sfidë e ime personale, profesionale si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, për të cilën jam shumë i vendosur që t'i shkoj deri në fund, duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me qëllim që vendi ynë të mos jetë më i etiketuar negativisht lidhur me këtë lloj problematike. Një pikë tjetër që unë duhet të prek është dhe krimi i rrugës, qarkullimi rrugor, rendi dhe siguria, të cilat janë vepra shumë të ndjeshme në sytë e qytetarëve. Aty fillon dhe matësi i garancisë të sigurisë në raport me qytetarët. Kështu që mbështetjen nga të gjitha shërbimet e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit e keni që ne të kemi një nivel tjetër rendi dhe sigurie në qytetin e Kukësit. Kjo duke ndërthurur apo ndryshuar apo pasur një strategji tjetër për ndjekjen e këtyre problematikave, duke ndërthurur të gjitha burimet njerëzore të policisë së shtetit me teknologjitë më të avancuara në raport me konstatimin dhe më pas ndëshkimin e të gjitha shkeljeve që bëhen në rrugë. Unë nuk dua të zgjatem për tepër, dua t'ju uroj të gjithëve suksese dhe të ritheksoj të gjithë angazhimin e policisë së shtetit për të krijuar ambientin sa më të sigurt për të gjithë qytetarët e qarkut Kukës dhe për të gjithë turistët që frekuentojnë këtë qark, ashtu siç përmendën nga zoti prefekt, me qëllim pasjen e një vlerësimi dhe ta kalojmë sezonin e ardhshëm turistik pa asnjë incident lidhur me fluksin e turistëve që presim të kemi në zonat malore dhe jo vetëm të qarkut Kukës. Punë të mbarë dhe ju falenderit.